Në Kur'an Allahu subhanahu wa taala ka treguar rrugën e kriminalëve dhe rrugën e besimtarëve dhe nuk ka diçka më të vërtetë dhe më të qartësuar në Kur'an edhe në Sunet dhe në fen ton se puna e rrugës së kriminalëve. O vëllezër, nëse kanë pas të dërguar të Allahut armiq, shayatin al-insi wal-jin, për shejtanëve xhin edhe njerëzi, ku mbet puna e jon? Armiq ka të shumt, ekzistojnë ata. Dhe këto fjalë kur thuhen në Kur'an, qëllimi i Allahut subhanahu wa taala është që besimtarit përgatitet. Kur të njolloset zemra me pika të zeza, i bën shirk, ortak Allahut subhanahu wa taala, nëse bash ortak me të keqin së bashku në krimet që i bëjnë njerëzit, beson diçka tjetër, pretendon diçka tjetër. Nëse njëri është dyftërsh, ku të bash ortak në vjedhjen e të vërtetave dhe në ngjitjen dhe shpifjet që bëhen kundra njerëzve të mirë, vetëm se je bë kriminal. Ajo çka kriminalt fshehin në zemrat e tyre është më e madhe. Shfaqin përmes skandaleve, kur Allahu xhelala do më shfaq, është më e madhe. Dhe ajo çka e fshehin mbrapa në zemër është edhe më e madhe. La yazalun, nuk do të ndalen deri në ditën e Kiametit. Nuk ndalen. La yazalun yuqatilunakum, t'ju vrasin, t'ju luftojnë, hatta yaruddukum, derisa t'ju kthejnë juve, an dinikum, nga feja juaj, in istata'u, nëse kanë mundësi. Dëshira e flakt e kriminalit është me bë ortak në të keqe. Dëshira e flakt e kriminalit nuk është mi vra njerëz, mbrapa vinat. Dëshira e flakt e kriminalëve është ata mi bë ortak në të keqe. Nuk ka nevojë mu çudit o vëllazër. Me të madhe jetojnë në kohën e çuditave sot, ku çuditën njerëzit, a edhe kea, a edhe aja, a edhe kea, a edhe aj, nuk ka nevojë o vëllazër. Se nëse hin në lojën e kriminalëve nuk është lehtë me dalë për lojën. Sot ne i ndëgjojna njerëzit me të madhe, ata të cilët kanë urdhëruar për të votuar shumë prej politikajve kriminal të na që janë, që dihet që dunja e di çfarë kriminalin ato njerëz, sot dalin ato hoxhallar në përminvere, thonë po, fojnë e kina edhe na pak se kena urdhëruar juve me i votu çato njerëz. E vërtetë është ajo. Dhe duhet me marrë përgjegjësi. Duhet me marrë përgjegjësi sepse ata kështu në këtë mënyrë mendojnë. La yazalun, vazhdojnë ata, nuk ndalen hiç. A janë të vetëdijshëm, as janë të vetëdijshëm është tjetër mesela ajo. Mi për muslimani është i vetëdijshëm. Andaj besimtari me ditë shumë mirë se çka kanë shkruan e çka rrethon. E ku antarsohet edhe ku shkon. Dhe me kanë rrin, me kanë pin, me kanë ba muhabet. Të ndryshe, të bjejetoni ma vonë, sikur që thënë njerëzit, ma vonë e kisha kuptuar se i shkon antar i shërbimit sekret. Ma vonë ju bjejetoni njerëz. Vonë, nga se nuk e njohin librin e Allahut. Nuk e besojnë Allahun tamam si duhet. Nuk e besojnë ahiretin. Nuk i besojnë të sende, andaj bin njerëzën të sende.